shoqet e mia, tha, nuk flasin me mamat e tyre për seksin. E thash, po çfarë ju tha? I thash, u çuditëm. Po jo, unë ja u tregova atyre që është shumë e rëndësishme që ne të kemi pëlqime, por shumë më e rëndësishme që ne të mos kryejmë marrëdhënie seksuale pa qenë ne të vetëdijshme, pa qenë pëlqimi ynë, pa qenë ne të paktën mbi të 20-tat që të kuptojmë veten tonë, dhe abstinenca shumë e rëndësishme për pastërtinë seksuale, për shëndetin tonë mendor. Dhe ajo pisën isha, okay, mirë, pastaj super punë. Okay, jemi. Pra, vajza ime kishte ndar vlerat e abstinencës me shoqet e saj të klasës pa turp, e pa ndjerë që është shumë normale që të kesh një pëlqim. Po. Është jam normale e mundshme, por prit tani, ky pëlqim s'ka pse shkon patjetër në puthje prekje, sepse nuk jemi as në moshën, as në fazën e të qenit e shëndetshme si marrëdhënie. Dhe unë jam shumë e hapur me ti me bi për t'i thënë çfarë është e shëndetshme shpirtërisht, emocionalisht dhe pastaj fizikisht. Okay. Plagët fizike shrohen shpejt, po ato emocionale dhe shpirtërore jo. Shumë vërtet.